Rama atakon banorët në Burrele dipër të premton investime të reja në verilindje, ndërsa Berisha ofron mbështetje për eksportuesit të bimëve mjekësore. I benduari drejtësisë Nureddin Dumani kërcënuar me jetë një nga avokatët në sallën e gjyqis, zbulohen dëshmi të reja për krime tronditse. 17 prilli shënon ditën botërore të hemofilis, mjekët apelojnë për kontrole të shtuara pasi sëmundja e gjakut është e trashëgueshme. Shtonë në Prishtinë seanca e dytë për konstituimin e Kuvendit të ri të Kosovës, partitë nuk arrin kompromisin, votimi i radhës do të bëhet të shtunën. Mirëmbrëma zonja dhe zotrin, do t'jemi së bashku në edicionin qendror të lajmeve këtu në ekranin e televizionit kombëtar Vision Plus. Kryetari i Partisë Socialiste vijoi takimet elektorale në qarkun e Dibrës, ku përmendi rrugën e Arbërit si premtim të mbajtur. Edi Rama tha se nuk do të ketë pension më të ulët se 200 euro, ndërsa përsëriti objektivin për antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian brenda vitit të 2030. Kryeministri njërësh kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama nga Dibra deklaroi se rruga e Arbërit jo vetëm ka përmirësuar jetën e banorëve të zonës, por ka rritur edhe vlerën e pronës. Me rrugën e Arbërit, një lidhje shumë e shkurtër me Tiranën, me transformimet që po ndodhin në qytet dhe me gjithë këtë natyrë të jashtëzakonshme që ka përreth, nuk është as pak egzageruar të imagjinosh që jo në 50 vjet, po në 5 vjet, 6 vjet, kjo zonë do jetë një nga zonat më të kërkuara të kryeqytetit. Gjatë takimit në Burrel, lideri i mazhorancës Edi Rama prezantoi paketën sociale vizionin e qeverisë për të ardhur në ndihmë shtresave të shoqërisë që kanë më shumë sfida. Kryeministri pranoi problemin e pensioneve të ulta, duke shpjeguar se Partia Demokratike në qeverisje nuk hartoi politika për pensionet, por më tepër po do vendosje dhe rregulla që nuk lejonin marrjen e një pensioni më të lartë se 200 euro. Kështu që paralelisht do të synojmë që pensionin minimal ta çojmë drejt 200 eurove, ndërkohë që mesatarin për ata që kanë paguar sigurinë shoqërore ta çojmë në 400 euro. Kryeministri premtoi një politikë të re për nxitjen e punësimit, veçanërisht për vajzat e gratë. Sipas Ramës, edhe programi bonusit bebes do të rikonceptohet e do të aplikohen pagesa mujore dhe kush ka më shumë fëmijë do të marrë një ndihmë më të madhe. Por premtimi kryesor i Edi Ramës dhe Partisë Socialiste mbetet antarësimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian në vitin 2030. Këto zgjedhje janë për ta futur Shqipërinë në Bashkimin Evropian në 2030-ën, apo sje. Dikush mund thot, jo mo jam unë, po jo me Edi Ramën dhe me Partinë Socialiste, nuk bëhet, nuk ndodh. Më vjen keq, po nuk ndodh. Kryeministri Edi Rama ka premtuar në këtë fushat elektorale përfundimin e negociatave në vitin 2027 dhe antarësimin e plotë të Shqipërisë në Bashkimin Evropian në vitin 2030. Në një takim eksportuesit e bimëve medicinale, Sali Berisha premtoi më shumë lehtësira për këtë sektor. Kreu Demokrat foli edhe për rritjen e ndjeshme të subvencioneve për bujqësinë. Kryedemokrati Sali Berisha premton reformë të thellë në sektorin e bujqësisë, nëse Partia Demokratike ngjitet në pushtet pas 11 majit. Ne do të dyfishojmë buxhetin për këtë sektor dhe do të 4 ose 5 fishojmë subvencionin për fermerët. Do të subvencionojmë çdo hektar të mbjell, pra çdo njësi prodhimi, çdo kokë bagti dhe çdo fidan të mbjellur. Kredi të buta në të cilat qeveria do mbuloj 80% interesit, do ofrohen për ju, sipas sektorëve. Një mbështetje e veçantë sipas Berishës do të shkojë për eksportuesit e bimëve medicinale, të cilët preken nga tarifa 10% e vendosur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Qëndrimi ynë ndaj tarifave është negociata me qeverinë e Shteteve të Bashkuara për 0 tarifa.
ne do i vendosim 0 tarifa me kërkesën që qeveria amerikane të na përgjigjet dhe ne me 0 tarifa dhe ju të përfitoni. Por të supozojmë se qeveria amerikane për arsye të veta nuk adapton këtë, ne do kompensojmë ju plotësisht tarifin e eksportit të vendosur nga vendet ku ju eksportoni. Ne duhem ta bëjmë sektorin e bimëve e trovajore ta shumë fishojmë në prodhim, në të ardhura, në punësim, në eksport. Gjatë bashkëbisedimit me prodhuesit e bimëve medicinale, Sali Berisha tha se nën qeverisjen demokratike, punëtorët sezonal do të marrin një pagë bazë për muajt kur nuk ka fluks pune, me qëllim që të mos largohen. Një mësues nga Prenjasi është arrestuar këtë të ende nga policia pasi akuzohet për ngasmim seksual ndaj të paktën 2 nxënësve të tij. Fatmir Hoxha, 55 vjeç mësues në shkollën Sali Halili në Rajc, u ndalua në aeroportin e Rinasit në tentativë për të larguar jashtë Shqipërisë. Sipas burimeve nga policia, ndaj Fatmir Hoxhës ka 2 denoncime nga familje të 2 nxënësve 13 e 14 vjeçë, të cilat thonë se ai përndiqte dhe i ngacmonte seksualisht. Nga veprimat e para hetimore ka rezultuar se ngjarja është përsëritur në disa raste gjatë muajve të fundit, çka ka shkaktuar shqetësim dhe frikë tek të miturat dhe familjet e tyre. Autoritetet thonë se ka prova të cilat mbështesin pretendimet e kallësuesve. Ndaj Fatmir Hoxhës rëndon akuza për përndjekje dhe ngacmim seksual ndaj një të miture. Ndërkohë mësohet se ai është shkarkuar tashmë dhe nga detyra. Vrasësi me pagesë Nurettin Tumani rrëfeu të tjera detaje nga ekzekutimet e kryera prej tij për llogari të grupeve kriminale, por gjatë të dëshmisë ai u përplas me njërin prej avokatëve, të cilin e kërcënoi duke i thënë se mund ta fuste në listën e krimeve të tij. I penduari i drejtësisë Nurettin Tumani në gjyqin e Plumbit të Artë dha detajet ronditëse për vrasje me pagesë 2 prej të cilave i kishte marrë nga Behar Bajri, ky i fundit pjesë e dosjes Metamorfoza. Me Behar Bajrin kam folur përmes Elton Bashës. I ka thënë Eltoni Arlind Bushatit që u vra tani në Shkodër në ngjarjet me Licët, që e kam shok. Behar Bajri më kërkoi të bëja goditje për të për Dorian Dhulin dhe Gen Stafilin. I kërkova 1,5 milion euro. E pranoi shumën. Unë i kërkova në këmbim Bajrit Talu Çelën. Ma ofroi, më ndihmo ti, tha se Talun e gjej unë. I kërkova ta gjej ku është. Më tha, kam informacion se ishte në Serbi, por i thash që gënjen. I penduari i drejtësisë u përplas me ish shokun e tij Henrik Hoxhaj, person me të cilin shoqërohej edhe ditën kur Dumanit i bën atentate përfundoi pas hekurave për të rrëfyer krimet e 12 viteve të fundit. Bashkëpunëtori i prokurorisë foli edhe për atentatin ndaj Lulzim Mashës, i cili mbeti në tentativë. Porosin për Lulzim Mashën ma dha direkt Suel Çela. Kam komunikuar në Matrix ose Skype. Unë dhash porosin, organizimin e bëri Henriku. Për këtë punë i kam dhënë një Golf 4, 2 armë dhe një pistolet 9 mm. Pistoletën kur erdha nga Kosova e kam marrë aty. Golfin ja mora miku tim në Durrës, Fatmir Troplinit. Zgjati disa muaj. Henriku t'i ofrova 160.000 euro. E pagova 10.000 ka parë. Për Henrik Hoxhajn, kjo dëshmi ishte kontradiktore, pasi sipas tij porosia ishte marrë për asgjësimin e djalit të Lulzim Mashës. E në mënyrë që të arrinin te i biri, ata do t'i vrisnin të atin që djali të merrte pjesë në ceremoninë mortore të babait për ta ekzekutuar aty. Me tensione të forta, gjyqi për Plumbin e Artë u ndërpre. Debatet kulmuan me kërcënimin që njëri prej avokatëve pretendoi se i penduari SPAK i drejtoi atij. Të fus në listë, je në ofertë. Nuk toleroj mua të më kërcënoj dikush në sallë dhe prokurori të mos reagoj. Nuk mund të më bëj ai presion mua. Nuk dëgjoj unë atë të më thotë, të fus në listë, je në ofertë. Një zëri të gjithë mbrojtësit u shprehën se kërkojnë shtyrjen e seancës, ndërsa do të marrin një vendim lidhur me situatat e vazhdueshme së bashku me dhomën kombëtare të avokatisë. Toneve të larta nuk u shpëtoi as prokurori i çështjes dhe as togat e zeza në përpjekje për të qetësuar palët dhe të pandehurit. Seanca e radhës u saktua në 22 prill. Për më shumë se 2 orë, një automjet i cili ishte vjedhur në Elbasan është ndjekur nga policia e Tiranës në përpjekje për të kapur autorët e dyshuar, Enrico Zyle dhe Nis Stela
nuk janë bindur urdhrit të policisë për të ndaluar dhe janë larguar me shpejtësi në zonën e Bëbrus. Gjatë ndjekjes dhe në përpjekje për të larguar, hajtutët janë përplasur me një makinë policie ku kanë mbetur të plagosur lehtë 2 efektiv jashtë rrezikut për jetën. Fill pas kësaj, blut kanë arritur që të arrestojnë autorët. Gjatë kontrollit në këtë automjet, agjentët kanë gjetur kokainë dhe një thik. Makina rezulton e vjedhur në Elbasan, ndërkohë që 2 të arrestuarit dyshohet si autor dhe të vjedhjeve të tjera në Tiranë, Krujë, Shijak e të tjerë. Policia e Tiranës ka zbardhur konfliktin që ndodhi mbrëmjen e së mërkurës në një lokal në afërsi të liçenit artificial. Në pranga kanë përfunduar 8 persona, ndërkohë që në kërkim është shpallur Adrian Shabanaj. Ky i fundit është afruar në një tavolinë ku kanë qenë të ulur 8 personat e tjerë. Njëri prej tyre nuk i ka dhënë dorën dhe kaq ka mjaftuar që mes tij dhe Shabanaj të ketë përplasje fizike. Më pas Adrian Shabanaj ka marrë pistoletën në makinën e tij, ku ka goditur me qytën e saj personin tjetër. Arma ka kryer shkrepje të pavullnetshme e fatmirësisht plumbi nuk ka prekur asnjë person. Adrian Shabanaj ka qenë ish kryetar komune në Roskovec. Në vitin 2021 ai rezultoni arrestuar nga policia për plagosje pas një debati që kishte për parakalim të makinës, ndërkohë që në vitin 2018 ka qenë arrestuar edhe në Itali për drogë. Pas një operacioni në një terren të vështirë malor, policia e Gjirokastrës arriti të shpëtoi 7 turistë spanjoll. Ata po përpiqeshin të zbrisnin me litar nga Shkëmbin, duke mbetur të bllokuar për shumë orë. 7 turistë spanjoll të cilët u bllokuan një ditë më parë në kanionet e Nivicës janë shpëtuar nga policia. Ditën e djeshme, turistët po eksploronin zonën në ujvarën e Peshturës dhe duke zbritur me litar në thellësinë e kanionit të Nivicës, mbetën të bllokuar mes shkëmbinjve për shkak të terrenit shumë të vështirë. Menjëherë pas marrjes së njoftimit, efektivët e policisë Tepelen dhe shërbimet zjarfikse janë nisur në drejtim të zonës ku ishin të huajt. Fillimisht, ata kanë kontrolluar zonën me dron dhe kanë bërë të mundur lokalizimin e turistëve brenda kanionit. Pas disa orësh operacion kërkim shpëtimi në një terren shumë të vështirë dhe të rrezikshëm, u bë e mundur nxjerrja e 7 turistëve spanjoll. Ata u transportua më pas nga shërbimet e policisë në një bujtin në fshatin Dukaj në gjendje të mirë shëndetësore. Një grua 69 vjeçare ka ndruar jetë në një aksident të rëndë që ndodhi në fshatin Tapiz të Krujës mëngjesin e kësaj të enjte, rreth orës 6. Një automjet që drejtohej nga një 33 vjeçar është përplasur me makinën ku ndodhi gruaja, si pasojë e përplasjes së fortë ka humbur jetën 69 vjeçaria, ndërkohë shoferi tjetër është të shoqëruar në komisariat. Një zjarri i përmasave të mëdha ka rënë në zonën bregdetare të Radhimës, ku nga flakët kanë përfshirë 2 lokale dhe një restorant, por fatmirësisht nuk ka pasur të lënduar, siç shihet edhe nga pamjet. Flakët ndihmuara nga era e fortë kanë shkaktuar dëme të mëdha materiale, çadrat dhe shezllongët pranë lokaleve janë djegur plotësisht, teksa tymi i dendur ka mbuluar gjithë zonën. Zjarfiksit kanë ndërhyrë menjëherë për izolimin e flakëve, duke parandaluar përhapjen drejt hoteleve dhe strukturave të tjera për rreth. Në ditën botërore të hemofilisë, mjekët bëjnë apel për më shumë kontrolle, pasi sëmundja është e trashëgueshme. Sipas tyre, analizat mund të parandalojnë problemet me fëmijët që do të lindin. 290 pacient, prej të cilëve 67 i përkasin moshës pediatrike, vuajnë nga hemofilia, që ndryshe njihet siç rregullimi i gjakut. Sipas mjekëve, ky problem është gjenetik. Hemofilia është në 99% të rasteve është një sëmundje e trashëgueshme gjenetikisht, nëpërmjet kromozomit X nga nëna tek fëmia. Kështu që është e rëndësishme sidomos për prindrit, për familjarët të cilët kanë një histori në farifisin e tyre për hemofili apo për një çrregullim tjetër të koagulimit të gjakut të lindur, u rekomandohet të bëhet një këshillim dhe një planifikim familjar si tek ne ashtu dhe tek gjenetisti për të bërë një parashikim ose një probabilitet të lindjes një fëmije
me hemofili. Analiza gjenetike, ashtu siç bën analiza për sëmundje të tjera të lindura, matja e nënbërë ose analiza gjenetike kur nana është në javën e 10 të shtatzanisë. Kryetari i shoqatës së pacientëve me hemofili, Arbër Neziri, thotë se mbulimi total me barna e të sëmurëve mbetet ende një shqetësim. Mbulimi i plot vjetor dhe trajtimi i tyre me profilaksi. Të gjitha barnat janë të rimbursueshme, por problematika e mbulimit total vazhdon. Ka momente ku ka boshllëqe ose momente ku ka hapësira që mungon ilaçi, që plotësohen. Pra këto momente duhet se s'bën të mbulohen. Hemofilikët e të gjithë pacientët e koagulupative duhet të kenë një trajtim të vazhdueshëm me profilaksi që të mund të bëjnë një jetë normale, mos të kenë trauma. 17 prilli shënon dhe ditën botërore të hemofilisë me qëllim ndërgjegjësimin dhe identifikimin sa më të hershëm në mënyrë që ajo të mos bëhet kërcënuese për jetën. Partitë politike në Kosovë nuk ka arritur ndodh në një kompromis për konstituimin e kuvendit të ri, palët akuzuan njëra tjetrën duke dështuar votimin e verifikimit mandateve. Në këto kushte u vendos që seanca tjetër të mbahet ditën e shtunë. Dështon edhe seanca e dytë e konstituimit të kuvendit të Kosovës. Kryesuesi i kësaj seance, deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje Avni Dehari, njoftoi se nuk ka patur konsensus gjatë konsultimeve nga përfaqësuesit e partive. Pati përfaqësues që e braktisën konsultimin. Fatkeqësisht nuk pati konsensus. Seanca do të vazhdojë brenda 48 orëve në orën 12 me 19 prill 2025. Sipas kreut të Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi, Lëvizja Vetëvendosje nëpërmjet kryesuesit të seancës ka uzurpuar kuvendin për qëllime partijake. Në vend se të zbatohet skenari i seancës, vazhdimi i saj, të hullet votim raporti, një gjë e tillë nuk ka ndodhur, por është keq përdorur kjo e drejtë që i takon deputetit më të vjetër si kryesues së seancës për me arrit qëllime partijake politike, e cilat janë ato, besoj po e dini qartë. Këta jo që s'kan shumicë, por këta s'janë as afër shumicës. Dhe unë i ftoj që mos ta mbajnë peng konstituimin e kuvendit Kosovës. Ndërkohë, kreu i LDK-s, Lumir Abdiqiku, shpreh se Dehari e mbylli seancën padrejtësisht. Qytetarët e Kosovës tashmë kanë shumë të qartë se kush janë bllokuesit e vërtet të seancës konstituive. Kryesuesi që rastis të jetë më i vjetri në moshë, rastis të jetë nga partia e parë, pa të drejtë kundër praktikës kushtetuese, kundër rregullores së kuvendit, ndërpreu seancën e sotme, ndonë se kishte kvorum të mjaftueshëm, ndonë se kishte kushte për votim të raportit të komisionit verifikues. Kjo shkelje e rënd, praktik e pazakont, është sjellje e mbrapsht politike për cilën nuk kemi arsye. Nga ana tjetër, ministrja në detyrë e drejtësisë Elbulena Haxhiu ka deklaruar se Lëvizja Vetëvendosje ka treguar gatishmëri për të gjetur zgjidhje. Nuk mund të vim të një zgjidhje pa pasur paraprakisht konsultime ndërmjet partive politike. Ne sot ishim të gatshëm që të japim kontributin ton për zgjidhjet e mundshme që mund t'i kemi para vetës. Dështimi i kësaj seance për herë të dytë e ka lënë Kosovën në vend numëro, duke mos i hapur rrugën formimit të institucioneve të reja të vendit. Për dështimin e seancës konstituive të parlamentit në Kosovë dhe përpjekjet për krimin e koalicionit qeverisës do të bisedojmë sot me analistin Ylli Hoxha. Zoti Hoxha, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, mirë se vini. Ishte i pritshëm dështimi i seancës së sotme dhe çfarë presim nga seanca e ditës së shtunë? Ishte i paralajmëruar sepse edhe seanca e kaluar dështoi me të njëjtën situatë. Është situatë e bllokimit në istikamet e papërgjegjësisë të gjithë spektrit politik të Kosovës. Rezultati zgjedhor qartazi tregon se ka nevojë për një kompromis të subjekteve të mëdha shqiptare. Dhe këtë nuk po e dëgjojmë dhe nuk po e lexojmë si duhet gjitha subjektet për gati 3 muaj, tash janë për më shumë se 2 muaj e gjys prej datës së zgjedhjeve. Çfarë ndodh nëse dështon edhe seanca e ditës së shtunë? Nuk ka ndonjë kufizim, do të thotë mund të dështojnë edhe disa seanca derisa të krijohet presioni publik në mënyrë që të konstatohet se asnjë tabor politik, as ai pozitës e jo pozitës së kaluar
nuk kanë shumicë të mjaftueshme për të krijuar institucionin e qeverisë. Dhe në mungesë të tyre duhet të gjejnë guximin që ju mungon dhe përgjegjësinë që ju mungon për të ndërtuar ura komunikimin mes vete, për të ndërtuar qeveri të qëndrueshme dhe stabile në 4 vitet e ardhshme. Nëse nuk e bëjnë këtë, do të jemi në një qark të bllokimit i cili do të mund të rezultojë vetëm me zgjedhje të reja, por po ashtu me një ndjenjë i thësie tek qytetarët e Kosovës se përfaqësohen nga një elitë thellësisht e papërgjegjshme. Në analizën që ju i bëni situatës politike në Kosovë, a ka forca që mund të ulin tonet dhe të shkojnë drejt një kompromisi për krijimin e qeverisë, apo zgjedhjet e parakohshme janë zgjidhja? Do duhet i hulumtuar hapësira për një komunikim mes atyre që kanë fituar zgjedhjet, lëvizjeve vendosje dhe 2 subjekteve tjera që të mëdha shqiptare, LDK-s dhe PDK-s. Dhe kjo çështje më nuk është çështje preferencave, se sillen fut se kjo është një çështje zgjedhje e tyre. Ke garu, ke marrë rezultatin e duar, rezultati të thotë se duhet të bësh një kompromis, ke përgjegjësi për të krijuar një lloj institucioni apo një lloj rruge përpara dhe nuk mund të qëndrosh në istikamin e polarizimit pa asnjë konsiderat ndaj pasojave që ajo mund të ketë. Jemi në një situatë të dramatike geopolitike në botë, ku roli SBA-s dhe komunikimi i saj me BE-n përcakton shumë çka për ne. Kosova nuk ka luks të krijojë qeveri letrash, të qeveri shtëpi letrash për qeverie, e cila bie në frymën apo në erën e parë që na ka. Duhet të kemi institucione stabile të cilat do të mund të përgjigjeshim këtyre sfidave që na presin. Prisni ju një presion më të madh nga faktori ndërkombëtar që do t'i detyrojë forcat politike të krijojnë qeverinë? Absolutisht, jemi mësuar, kemi krijuar varësi nga ky presion, si duket, dhe tash nuk kemi qenë në gjendje të bëjmë një qeveri vetë. Ishte rëndom ambasada amerikane që merrej me këtë punë zakonisht pas zgjedhjeve, dhe në mungesë të ambasadorit që disa muaj jemi të hendikepuar paksa. E kuptoj, dorëheqja e Kurtit si është përkthyer në opinionin publik në Kosovë? I rrit aty kredot politike apo jo? Në fakt nuk kishte një interpretim që mbarimi i mandatit nënkupton status të dorëheqjes dhe ishte e paqartë se si e bëri. Është tërësisht e qartë se kushtetuta nuk lejon edhe ushtrimin e detyrës së deputetit edhe të çfarëdo lloje të formës të ekzekutivit. Pra dhe kjo është një kokforci të cilën zoti Kurti e bën dhe duket se i konvenon sepse nuk i ka numrat e mjaftueshëm për të krijuar, për të bërë hapat e votutje, por në këtë kurth të cilën ai vendosi ranë tër opozita e cila ja mundsoi që në formë më të përligjur ta bëj këtë vonesë dhe këtë blokadë. Unë kam konsideruar se opozita do duhet të gjente një rrugë për të lejuar hapjen e procesit, të konstituojë kuvendi dhe zoti Kurti të vihej para presionit të orës kushtetuese e cila ka maksimumin 20 ditë nga dita e seancës konstituive për të demonstruar nëse ka shumicë në parlament. Nëse këtë nuk e bën, atëherë i vije radha një personi të dytë i cili demonstron se mund të krijojë shumicë në kuvendin e Kosovës. A mund të ketë kosto për Kosovën nëse nuk arrin shpejt në krijimin e qeverisë së saj? Nuk e kuptova pyetjen, më fal. A mund të ketë kosto për Kosovën në raportet me Serbinë e çdo ditë e humbur për Kosovën është me kosto. Siç thash, ne jemi në proces të zhvillimeve dramatike në botë, në cilën relacioni euroatlantik i shturur, çfarë është me administratën e re Trump, ka pasoja të paimagjinueshme për ne, sepse kemi varësi të thellë ekzistenciale nga ky raport. Dhe të qenurit pa qeveri, të qenurit pa një minimum konsenzusi politik brenda nesh, mund të ketë kosto të papërballueshme. Zoti Hoxha, ju falenderoj shumë për analizën. Ju faleminderit. Shpresojmë së shpejti në gjendjen e një zgjidhje. Zonja dhe zotrin, kjo është gjithçka e përgatitur për edicionin qendror të lajmeve. Bashkë do takojmë në orën 21 në emisionin Ku o Vadis, dhe atëherë shikim të këndshëm të programeve në vazhdim. Robapshim.